Frika dhe meraku gjejnë vend kur ti mendon për të ardhmen, pa shikuar drejt meje. Pra, mbrojtja më e madhe nga meraku është të qëndrosh në bisedë me mua. Kur ti çon mendimet e tua drejt meje, mund të mendosh më pozitivisht. Mos harro të dëgjosh e të flasësh, pra të qëndrosh në dialog me mua. Nëse do të duhet të mendosh mbi ngjarje të shpejta, atëherë përmbajë këtyre rregullave. Së pari, mos mendo shumë gjatë për të ardhmen, sepse kështu meraku mbin si kërpudhat në tokë, sapo tu dorëzohesh këtyre mendimeve. Së dyti, thuaje në mendjen tënde premtimin që unë jam gjithmonë me ty. Pas çdo imazhi që të vjen në mendje, më fut edhe mua. Ky ushtrim nuk është i lehtë, sepse je mësuar të jesh zot i fantazisë tënde. Por e vërteta që unë tani dhe përjet do të jem pranë teje, lë në hije çdo imazh fantazie.